Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12 mars. Data 12 mars të 2026. Kemi një ditë me rëndësi të veçantë në fushën e karrierës, sepse lidhet shumë me karrierën, me ndryshime që bëhen tani e tutje. Mundësit, periudha që ndodhin fenomenet, është një nga periudhat më të mira, sepse duke filluar nga tani, ka një ndikim shumë të madh, duke pasur parasysh Jupiteri në trekëndësh me Uranin, na jep një mundësi për sa i përket zgjidhjeve të problematikave dhe të kohës së duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Megjithatë, edhe pse koha ka treguar që juve dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku shkoni, është momenti i duhur në lidhje me çështjet e financave. Por gjithashtu, është një periudhë ku për ju që doni një punë të re, për ju që keni të bëni me takime pune, por me vështirësitë që dhe keni apo që keni pasur, duke se tani është edhe periudha ku gjërat do të ndikojnë dhe do të arrijnë aty ku dëshironi juve, sepse kjo periudhë është periudha më mirë e mundshme e juaja. Shenjat që përfitojnë në këtë aspekt ka të bëjnë të shenjës zjarrit, siç është Dashi, Luani dhe shenja e ndikimit dhe e pozicionimit të madh që janë shigjetare të dhjetëçit të tretë, por të 30 por dhjetëçit të tetë është më ndikuar në lidhje me dokumentacionin, në lidhje me disa vendime të rëndësishme që mund të merrni apo keni. Para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj